Kjo parti, si mendon ti, mund të ndërtohet më kjo parti? Sa të jetë Sali Berisha atje? Në mënyrën se si Po është ai. Po e hekim që iku Saliu. Po të ndërtohet dot. Po të iki Saliu, një minutë. Po të iki Saliu. Muli do ndërtohet. Ka dhe një problem Vokshi. tjetër. Ka dhe një problem tjetër. Po të iki Saliu ata do therren me njëri tjetrin. Kush do bëhet kryetari i partisë? partisë? Po ne nuk shoh më atë forcë. Prandaj nga ato tjetra ta rrotullosh, është si puna e Kubit që kthe nga gjitha anët ty Kub ngelet ai. Pavarësisht se i bën diçka. Mirë, po që të nxjerrësh se jo të gjithë i nxjerrin ato faqet e Kubit që duhet të bëhen gjitha me një duhet të jetë një artist i madh ai që dita e njohë, që një formulën etj. Tek PD-u nuk shoh që të jetë një i tillë që ta bëj. Autoriteti vetëm që të vendosi rregull dhe të lutemi Zotit të vi vullneti pozitiv është vetëm Sali Berisha. Në kuptimin që gjë që unë nuk e shoh që mund të ndodhi kur, po të marrim anën më pozitive, që mos jemi kaq negativist. Të themi, në rast se do të bëhet ajo parti që të shpëtoj, që të bëhet e vlefshme për qytetarët shqiptar, që të jetë alternativë pushteti, se ashtu mund të rritë rrjedhën ajo. Nga 50 deputet, se 40 ka të vetët, 40 ka të vetët, në zgjedhjet e ardhshme, do pas zgjedhjet lokale, në zgjedhjet e ardhshme do shkojë 30, po jo 35 se është, po pësoj një humbje, do ta ketë më të thellë këtë radhë se herën tjetër, sepse njerëzit po ta thash, më thanë mua atje ku isha në jug, më thanë që ja dham votën, ai tani duhet të iki, duhet të na respektojnë. Kudo që isha, se s'isha vetëm, kisha marrë një të Saliut me vete, si dëshmitar. Prit, vajta në jug, por nuk vajta vetëm. Mora edhe një të Saliut me vete, që del në media një djalë, ai ngeli pa mend. Se i thot tjetri, shiko, unë nuk kam fol me Landin, i tha, për shkak të pozicioneve që mbajti Landi, i tha, në raport me doktorin. Që çau thash u tek e fundi, 4 vjet vetëm 3 fjali u thash. Kthimi i Berishës do ndaj PD-n, që ndau. Kthimi i Berishës do na lërë në opozitë siç na la. Kthimi i Berishës është për interesa personale, për të mbajtur partinë ashtu është. Dhe kthimi i Berishës do mbaj klasën e vjetër të politikanëve të vjetër në pushtet, se me ata dihet i garantuar siç edhe e bëri. Dhe e dyta, mosnjohja nga ndërkombëtarët. Mosnjohja nga ndërkombëtarët me Amerikën, se kur janë në gradas të bie Amerika në pushtet harroja të mohabet. Lere të hidhen për pjetë. Tani në këto kushte, si e shkoj skenari më pozitiv që mendoj unë, është ky. Që vetë fëmijët e Berishës, duke parë që ai tani po turporohet. Jo po turporohet, me këto që thot, në këtë moshë ai po turporohet. Ja, është këto që thotë që bën. Gjallë militaritet. Po të dalësh tu thuash demokratëve që po të vendosin mua në krye të Partisë Demokratike. Unë për 6 muaj rrezoj Edi Ramën. Dhe ata të vendosin. Dhe ti jo për 6 muaj, për kaluan 3 vjet që nga dita i të vendosin dhe ti se rrezove dot Edi Ramën. 3 vjet tjerë nuk e rrezove. Prit një minutë. Tu thuash demokratëve që po të vendosin mua në krye të PD-s, unë do të jap mundësinë që deputetët edhe kryetarët e bashkive të zini ju me votën tuaj, dhe jo kryetari i partisë, edhe të mos e bësh, mund ta fali një herë, 2 herë, po jo të gënjesh nga era. Tu thuash ti që unë do mbroj votën. E heqim Lulzim Bashën se ai se mbronte do të votën. E kishitur partinë, kishitur rezultatin për interesat e tij dhe të familjes. Dhe ti të mos e mbrosh dot votën. Po dalësh të përsëritësh të njëjtin refren të vjedhjes, po pritmo se ata nuk janë dele që ushqen me barr. Kanë dhe ata mendje sistem, ju punon sistemi. Dhe ata shikojnë që nuk fitojnë asgjë. Mendon se megjithmen i han njerëzit pa llavrat e këtij. Po deri tani ka ngrënë.